Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej kohësh kanë mbështetur rrogëtimin e Kosovës për të bërë një vend sovran, demokratik, multiteknik dhe i begat. Në një deklarat për mediat në Kosovë, ambasada amerikane në Prishtinë ka bërë me dije se mezi po presin që të punojnë me qeverinë e re të Kosovës për të mbështetur edhe sigurinë rajonale. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur prej kohësh rrugëtimin e Kosovës për të bërë një vend sovran, demokratik, multiteknik dhe i begat. Mezi presim të punojmë me qeverinë e re të Kosovës për të mbështetur stabilitetin dhe sigurinë rajonale, thuhet në përgjigjen e ambasadës. Kryeministri në detyrë i Kosovës, njëherësh kryetari i lëvizjes vetëvendose Albin Kurti, të mërkurën ka nisur takimet me parti politike të pakicave për të konsultuar rreth formimit të qeverisë së re të vendit. Ai është takuar me kryetaren e Partisë së Re Demokratike nga komuniteti bošnjak, njëherësh zëvendës kryeministre në detyrë Emilia Rexhepi, me kryetarin e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë nga komuniteti serb Nenad Rashić dhe kryetarin e Partisë Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Elbert Krasniqi. Një ditë më parë, Kurti ka vazhduar takimet me përfaqësues të tjerë të partive jo serbe. Ndërkaq, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thirrur seancën konstituive të legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës për datën 15 prill 2025. Seanca konstituive përgatitet nga kryetari i legjislaturës së mëparshme, i cili 5 ditë para mbajtjes së seancës duhet të thërrasë në mbledhje kryetaret e partive politike të përfaqësuara në kuvend për të përgatitur një rend dite. Në këtë seancë deputetët bëjnë betimin. Ata që mungojnë mund të bëjnë në seancën pasuese. Partia e parë, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje, propozon kandidatin për kryetar të kuvendit. Ndërkaq, nënkryetaret propozohen nga një nga partitë më të mëdha dhe nga komuniteti jo shumicë dhe komuniteti serb. Seanca konstituive përfundon me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit.